Kandidati për kryetar komune në Gostivar nga koalicioni Vlen Nevzat Bejta gjatë një konference për shtyp ka akuzuar ish kryetarin e komunës së Gostivarit Arben Taravari për keqçeverisje dhe keqpërdorime gjatë periudhës që ka drejtuar me komunën. E që të njëjtat kanë pasur ndikim negativ në zhvillimin e komunës dhe mirëqenien e qytetarëve. Sot jemi këtu për të folur hapur për keqpërdorimin dhe keqçeverisjen e Arben Taravarit, që për vite ka bërë një propagandë mashtruese të rreshëm, gjoja se ai është menaxher i mirë. Gostivari nuk është qeverisur në interes të qytetarëve të saj, por në interes të rrethit të ngushtë të Taravarit. Sot na do t'i shpalosim dëshmitë për keqpërdorim që i ka bërë Arben Taravari dhe pasardhësi i tij, nxënësi i tij Valbon Limani. E kemi dokumentin. Salla e Këshillit, e cila kushton për ta bërë të efektive, mund të kushtone më shumti 50.000 euro. Ata e kanë ndërtuar sallën e Këshillit, e cila ka kushtuar parafërsisht 750.000 euro.